e kaloi Bashkimi Evropian i barin, pa do e kalojnë Rama Ballukun. Siç po e shihni sonte nëpër banaqet televizive, janë duke e shpalos sukseset e Edi Ramës, të ftuarit, ose larot e gojës, duke thënë se ja hodhën, kaloi i bari, asnjë nuk thot se i bari ka kalu po kalon me 6 muaj vonesë, edhe po kalon me një barr kushtesh shumë të rënda për Shqipërinë. Ti marrim me radhë tani. Se këto po diskutoka te Erla, këto diskutokan te këto, kujton ke Ylli, mduket te Grida, te gjitha këto propagandistiket. Të ftuarit shihni vet se kush janë, vejoni atë etiketën vet se çmimin ua ka vënë pushteti secilit, kush bërtet më shumë e ka rrogën më të lartë edhe është më profesionist, kush është i çik më i rezervuar që duket sikur kështu sa ka hyrë me lehtë nëpër studiot e darkës. Nuk thot askush dhe nuk ka për thon askush derisa të mbarojnë 9:30 është ora tani, nuk ka për thon askush derisa të mbarojnë emisionet se pse i bari u vonu kaq shumë dhe si pa dashje nuk e përmend askush të paktën një gjë minimale që opozita, kjo opozita që është sot, e keqe e mirë, ja dha një shans Shqipërisë me aq sapati në dorë, kishte në dorë vetëm të votonte një rezolut për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, e bëri. Edi Rama nuk e ka bë kurrë, do ishte antarësu Shqipëria, do i kishte kalu këto procese nëse Edi Rama nuk do i kishte bloku për 3 ligjet e famshme të Fierit. Megjithatë, let mos ja quajnë, unë sigurisht nuk isha dakord që opozita ta votonte atë çfarë ajo rezoluta, megjithatë këta e votuan për interes të kombit, janë pro-europian, shumë mirë e kanë bë, po të paktën t'ia thon to larot që bëjnë ham nëpër media, t'ia njohin si merit. Megjithatë, kalojmë te pjesa e i barit, çfarë pritet të kalojë nesër, se nuk është votuar akoma, është janë bë ato draftet, ka ndryshu drafti i shkurtit të 2026 me majin, pra është shkru një draft i ri sot me 21 maj. Ka ndryshimet shumëta midis dy dokumentave, i shkurtit me këtë, që do të thotë se janë ashpërsu kushtet. Kanë dalë vende si Hollanda, Greqia, Rumania, imagjinoni ka dalë dhe Rumania kundër, me Austria me kritere shtesë, por kryesorja është që dorëzoni Belinda Ballukun, mos e pengoni Spakun. Tani a do e dorëzojnë Rama Ballukun? Kjo është një çështje për tu parë, sepse vetëm dje Rama ka thënë që nuk kam bë gabim që nuk e dorëzova. Se Rama nuk e dorëzon dot, sepse është vet ai, nuk është Balluku, s'ka lidhje fare Balluku me këtë punë. Por kalojmë te ajo kompromisi, ka arrit një farë kompromisi Bashkimi Evropian, me ç'duket nguti edhe këto përpjekjet e fundit, se do flasim çik edhe për ato të Mercit që kishte propozuar. Me ç'duket ky nguti i BE-s, se kanë folur për Ukrainën sot, vjen për shkak të takimeve më të fundit që ka bërë Trumpi me Xin, atje me atë që nuk duket as se kur është i mërzit, as se kur është i lumtur në Kinë, edhe të Putinit. Raporti i barit, vlerësimi i standardeve të përkohshme, është lidhur me grup kapitullin e parë themeloret, pra kjo që po kalon është i kanë vujë emër, kështu e quajnë ata themeloret, i cili përfshin shtetin e së drejtës, reformat në drejtësi, drejtat themelore, institucionet demokratike dhe administrata publike. Administrata publike për korrupsionin dhe pa aftësinë. Shteti i së drejtës
marrëdhënia që ka shteti me pronën, si e trajton pronën publike, si e trajton pronën private, pra e keni pa ju se si e trajton me fadroma, me grabitje, me ligje, me porosi, si paketat e maleve investitorët strategjik, dhe reforma në drejtësi, që Bashkimi Evropian ndoshta nuk do ta kuptojnë, ose nuk do, i ka mekanizmat, se është i fortë, i ka mekanizmat për të mos ta çu dëm të gjithë investimin e vetë, dhe ndoshta ka ndërmend që të merret edhe me SPAK-un, sepse aktualisht ke thënë SPAK, ke thënë Rama, ke thënë SPAK. Deri tani për shqiptarët këto janë njësh, nuk ndahen. Megjithatë, shohim se si po shkon. Situata kur përmendet gjyqësori, kur përmendet drejtësia, kuptohet gjithmonë konflikti është mes Ramës dhe SPAK-ut për çështjen e Akshit dhe për çështjen e Belinda Ballukut. Rama i doli në mbrojtje asaj, i doli mbrojtje edhe kësaj tjetrës që thoshte është fukaroj, s'ka shtëpi, s'ka kështu. Miliarda euro të shqiptarëve kanë ikë, por te kjo e Akshit ka të bëjnë edhe i qik me sigurinë, për lyhen edhe me gjëra tjera këta, edhe ndoshta janë më të ndjeshëm këto të Bashkimit Evropian. Megjithatë, çfarë dihet? Çfarë dihet është se vonesa vjen për shkak të 82 votave që bëri Rama në parlament për të penguar arrestimin e Belinda Ballukut. Prandaj jemi 6 muaj me vonesë. Kjo duhet ishte edhe tema e diskutimit, thelbi i temës diskutimit, se nuk po them të merreshin me këtë, i hysmeqarëve të pushtetit sonde, që të merreshin pse u vonu dhe të viheshin pikat mbi i. Pashin muneverit, jo se pse e kishte bë, mirë e ka bë që e ka bë, po muneverit një tip komenti, një drejtuesi media, drejtuesi emisioni, jo po shante Elisa Spiropalin, shante opozitën, i shante gjithë, Rama do ikë në Bruksel, thoshte do marr pjesë, do bëjnë një konferencë ndërqeveritare këta. Po fakti është nëse do kishte media të pavarura në Shqipëri, le të diskutohej kjo temë sot, se është temë dite, po kriteret e diskutimit fillojnë pse u vonu, dhe kur mund të mbyllen, se problemi është mbyllja e grup kapitujve, nuk mbyllen ato pa plotësuar kushtet. Edhe kushti kryesor, ndër kushtet kryesore është korrupsioni dhe marrëdhënia me drejtësinë, dorëzimi i Belinda Ballukut. A do e dorëzojnë Edi Rama Belinda Ballukun për Ibarin apo jo? Kjo është pyetja, kjo do të ishte tema e emisioneve sonte, që çuditërisht nuk e paska asnjë këto lloj teme, po Grida sigurisht paska këto, do të diskutojnë me Alban Duduzhin e me këta tjerët, do të diskutojnë për deklaratat e këtij ambasadorit, këtij generalit që do bjerë Trumpin në Shqipëri, që në fakt edhe ato nuk ishin fort pozitive, se luftë ndaj narkotrafikut e luftë ndaj korrupsionit ishin dhe ato. Te Erla Mhilli, siç e shihni vetë se çfarë diskutohet. Shihni për qef kush i shef, po si pat tani shihni se i nxjerrin lajmet ata. Edhe shihni panelet. Shihni panelet, se panelet janë gallat në Shqipëri, kush e kush t'i shërbejnë më shumë, dhe kemi kalu Ibarin, shpëtoi Shqipëria, në fakt nuk është kështu, nuk është se ka kalu Ibari ka kalu, është si proces ndërmjetëm ka kalu, po shohim pastaj si do shkojnë puna me respektimin e kushteve, do plotësohen kushtet apo jo. Inshallah i plotësojnë, se e mira e Shqipërisë është që ti plotësojnë kushtet. Nuk ka rëndësi fare se çfarë ndodh, rëndësi ka që Shqipëria të plotësojnë kushtet edhe të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian me të drejta të plota. Po kleçka e madhe është se ka ndryshuar shumë, po ta shihni sot propozimin e poshtër që ka bë kancelari gjerman Merz, që është nga, pa ta menduar që më i poshtër nga këta të Bashkimit Evropian është Macroni, po shumë më i poshtër është edhe Merzi.
ka propozu pak a shumë të njëjtën gjë që ka propozu Rama me Vučićin. Antarësim si vëzhgues, antarësim, si me thonë, Bashkimi Evropian do ndahet në 2 nivele. Niveli që janë këto 27 vendet tani, niveli elitar, që ka përfitimet ndërsjellta, ka benefitet ndërsjellta, dhe një grup vendesh që do rrinë kështu si ato rrathët e Dante Alighirit, atje si i përparaj, sa neve na bik, ne thjesht me pa si ti vëzhguesësh, mos me pas as i drejt, si që kanë ato të BE-s, thjesht me përfitu BE-ja nga këto vende dhe jo këto vende nga BE-ja. Se e pat ishin këput edhe me ca 20 milion euro, 120 milion euro sa kishin dhënë për Shqipëri, Maqedoni e këto. Po propozimi i Mercit, vim ke propozimi i Mercit, mua më zhduk propozimi i Mercit në sintoni, ose nuk ka rëndësi janë koordinu apo jo, me propozimin e Ramës edhe të Vučićit, që është propozimi më i rrezikshëm, por i përsëritur nga kancelari gjerman. Kjo do të thotë që në horizont, inshallah nuk ndodh, shpresojmë që mos ndodh, po përgatitet një Jugosllavi e re në rajon. Rama është tregu me letrën vasal i plot i Vučićit, pra i është bashku vagonit atij, siç i qep bashku Enveri vagonit të Titos. Po Enveri e gjeti kur rajon dikur dhe u shkëput, Rama nuk ka shans të shkëputet. Dhe qa më duket nga kjo, si më duket propozimi i Mercit. Njëherë para për Ukrainën, si që ka thënë për Ukrainën, nuk është antarësim, thjesht një me marrë, mos me qenë me Rusin, po tjetë si pjesë këtej, jo antarë me drejta plot. Atë njëjtën gjë ka thënë edhe për Ballkanin Perëndimor. Ky lloj propozimi e rivendos edhe një herë Serbinë në qendër të Ballkanit, siç ka qenë vendos Jugoslavia në më përpara. Pra, këto vendet këtej do jenë si vasalet të Serbisë, duke qenë edhe në një union të përbashkët, vasaliteti shkrihet, pastaj shkrihet fare, jo po jemi bashkë, jo po jemi kështu, jo po jemi ashtu. Qendër ekonomike, politike, diplomatike e Ballkanit bëhet Serbia. Ky është propozimi që ka bërë Merci. Le ta lexojnë si duan njerëzit. Kush ka me në kokë, le të futet, ta shoh prap. Është krijimi i një Jugosllavie të re, thjesht për të mos shku as siç nuk do Serbia të shkojnë 100% me Europën, se do të marrë marrëdhënie të mira edhe me Rusin, por edhe për të mos na lënë 100% nën sundimin e Rusisë. Po ndodh një lloj si tip ndarje e re, edhe fati jonë është prap për fajt leadershipit ton, që i bashkohet karrocës diplomatike dhe të interesave të Jugoslavëve, të Serbisë, ne kemi fatin që ta psojmë siç e kemi psu në kohën e ish Jugoslavisë. Ky është propozim që e ka bërë Rama me Vučićin, 100% të mbështetur nga Macroni, por që e thënë edhe nga goja këtij budallait, këtij Mercit, të shti frikën për të ardhmen. Po thash edhe një herë, unë po e përsëris prap, shpresojmë që më mirë të plotësojnë kushtet, që është gjë e pa arritshme që Rama të lëshojnë Belinda Ballukun e të plotësojnë kushtet e të shkëputet fare nga Serbia, gjë që nuk ndodh sa është peng. Po e marrim hipotetike, më mirë ndodh kjo, edhe të kalojmë kështu, se sa të ecim me variantin që Rama dëshiron, si vëzhgues me Serbinë, dhe Serbia si kali që tërheq karrocën me ca rraqe të tjera, Shqipërinë, Maqedoninë, ku diun çfarë janë ato vendet e tjera të Malizi iku, në fakt Malinezi rrezik po e marrin ata. Por kjo është situata që ndodh sot. Pra i bari kalon, por a e lëshon Rama Ballukun? Sepse që të ketë sukses kalimi i barit, do të thotë që të lëshohet Balluku, gjë që është shumë e vështirë, edhe do të thotë që ne do vazhdojmë të
të mbetemi peng, të mos bërjes së reformave derisa ata të mërziten ata të BE-s, siç e pa thënë ai Feriti, do i harrojnë ata këto gjëra. Edhe të thonë do vazhdoni me Serbinë edhe do ta udhëheq Serbia, jeni vëzhgues, jeni kështu, jeni ashtu dhe në rrim vend numro përsëri. Dhe tjetra me propozimin e Trollakut Mercit, e frikshme është se mos na pret fati një Jugosllavie të re në horizont. Pra një bashkim evropian me 2 nivele, niveli elitar këta që janë tani 27 vendet dhe një nivel i poshtëm, i nivel vëzhguesësh, i udhëhequr, i komanduar nga Serbia, Jugoslavia e re e Vučićit. Ta shohim si po shkon, por në asnjë studio televizive askush nuk e analizon situatën siç është dhe askush nuk kërkon llogari pse u vonu i bari. Një merit sado e vogël tjetë edhe opozitës, pra që e dha votën për rezolutën, që atë rezolutën e merr Rama e tregon atje që jemi gjithë bashkë, dhe propozimi i rrezikshëm i Mercit. Ta shohim si do shkojnë kjo punë, por që këto janë përballë propagandës që dëgjoni sonte në media. Unë kështu besoj edhe kështu e thash siç e besoj, se nuk nxirrni asnjë gjë të re, gjithë janë të lavdruar si qen atë si llapaqen Ramën, jo po e kaloj, jo po kështu siç bonte ai atje që thoshte ka faj, po tani dohon gati sa thoshte po tani si ato fëmijët e vegjël që nxjerrin gjuhën masi largohen i çik prej dikujt që i ka ngacmuar ose ashtu, edhe nxjerrin gjuhën aty, edhe kështu ishte mu duket edhe ajo. Shohim nesër kur zbardhen, se do zbardhen kushtet, ja kalun sonde këta do bëjnë lau nëpër media, ja nuk i ngritën pikpyetjet, ja nuk i kërkuan llogaritë gjithë më radh, po nesër mëngjes do zbardh dita prap, do kalojnë raporti i barit edhe do publikohen kushtet që janë vënë Shqipërisë. Ndër to është balluku, korrupsioni, paaftësia dhe korrupsioni i administratës publike. Ndërkohë, çapo te Irfani u diskutoka ai ambasadori amerikan, nga që i ka gon shehe, edhe rizjedhja e Berishës, se u ka ngel marak këtyre çkretëve që su bo ai Saliani kryetar. Siç e thamte Grida, ishte zoti Alban Dudushi që ka dhe Albatros Rexhaj, pikë zez. Vjen dhe ai Albatrosi që desh i theu kokë, atë shishen kokë, ky Berat Buzhala, vjen Albatrosi dhe do të tregojnë Albatrosi shqiptarëve se çat mira shka, ose çka ka thënë ky ambasadori që mund të vinë në Shqipëri, që edhe ai ishte i qartë. Megjithatë, kjo është media, kjo e bën trushplarjen, ajo e bën shumë mirë. Gabimi është i atyre që i hanë mashtrimet, që nuk futen vetë, lexojnë dy gjëra vetë dhe ta kuptojnë se në funksion të kujt janë emisionet e darkës, e të kujt kanë qenë gjithë këto vite. Kujtojeni edhe një herë, po e përsëris, në 2009-2011, kur i bllokoi Rama, e bllokoi Shqipërinë, do ishin 15 vjet përpara tani, po e bllokoi ai, nuk pyeti fare as, jo të shkojnë kështu të votojnë rezoluta pro Europës, siç bëri opozita e sotme, po e bllokoi edhe i mbylli gjitha kanalet e komunikimit me BE, o kështu si themon o s'ka. Sot kjo opozit nuk e ka bë këtë. Ka votu që shqiptarët ta marrin i barin, të kalojnë i bari për Shqipërinë, e gjithë më radh sigurisht ka denoncu korrupsionin, ka denoncu tjetërsimin e votës, të cilat me sa duket janë dëgju në Europë dhe janë përkthy në kushte për Shqipërinë. Mbi 20 e ca kushte për tu plotësuar. Që të mbyllet kjo e i barit duhet plotësohen mbi 20 e ca kushte. A do i plotëson Shqipëria apo jo, ta shohim. I bari po kalon, po Bela nuk po kalon. Edhe Edi Rama është i vendosur, do ta shihni ju, të dorëzojnë Belën apo jo. Se po dorëzoj Belën është i dorëzuar vetë.